Ju lutem, mund të ndërpres vetëm një moment, zoti Muka, sepse janë ca pamje. Mi vendosni pak pamjet në ekran se janë të minutës fundit. Romir, më ndihmo të shpjegojmë pak këto pamje se sa kanë mbritur në redaksi. Janë pamje se kanë mbritur në redaksi, janë pamje që na vijnë nga zona e vilave gjermane në Tiranë, ku ujërat e zeza kanë plasur në Tiranë dhe siç i shohim në tubacionet që duhet bëjnë shkarkimin, po fusin ujërat e zeza në banesa në zonën e vilave gjermane në Tiranë. Këto janë ujërat e zeza. Këto janë ujërat e zeza që dalin, domethënë dalin nga tubacionet që duhet të bëjnë shkarkimin e ujërave të zeza, pastrimin e ujërave të zeza, po dalin nga ato tubacione dhe po futen në banesa. Pra që nuk kemi të bëjmë vetëm me faktin e dëmeve të shkaktuara nga përmbytje, po tani me atë situatë që duken në pamje, po ta shohim edhe një video nga e para. Të gjitha këto janë ujërat e zeza, këtu nuk jemi në përmbytje. Këtu jemi në është alarmante, është emergjente për shkarkim edhe të epidemisë dhe të sëmundjes të gjithë ata banor të tani më thotë vilat gjermane përfshin është një zonë e gjerë në Tiranë. Pra, është raportuar për problemet në orën e fundit për shkak edhe të fryrjes së lanës, edhe duket që tubacionet s'kan përballuar, kanë qenë jo në kushtet e duhura për të përballuar rreshtet e shiut dhe në vend të shkarkohet tani shumë banesa dhe biznese në zonën e vilave gjermane, që është zona e sipërme e Tiranës, por janë në këtë situatë që duhet të përballen. Nuk e dia, më dëgjove raporti kontrollit lartë shtetit. Shiko pak, Romir, se e kisha nxjerrë dhe sikur e kemi parandjer. Domethënë, është auditimi i kontrollit të lartë të shtetit, nënvizohet se nga 7 miliard lek apo 7 milion euro investimet kryera në një dekadë nga yjellës kanalizimet Tiranë, shuma e investimeve për sistemin e kanalizimeve mbetet shumë larg nevojave reale. Dhe janë vlerat e dhëna. Evidentohet se infrastruktura e kanalizimeve është e vjetër, e dëmtuar, në shumë zona funksionon me kapacitet maksimal, duke shkaktuar përmbytje gjatë rreshjeve të dëndura dhe derdhje direkte të ujërave të ndodhura në lumin e Lanës dhe lumin e Tiranës. Deri në vitin 2022, 50% e popullsisë urbane nuk kanë patur kanalizimet menaxhore në mënyrë të sigurt, ndërsa një shqetësim i konstatuar është fakti se 30% e popullsisë përdor sisteme jo të lidhura me rrjet kanalizimesh, gropa septike, shpesh pa trajtim të mëtejshëm. Ujërat e ndodhura në kryeqytet vijojnë të derdhen drejt për drejt në lumenj, tashmë i kemi edhe në brenda shtëpive. Ka mungesë koordinimi institucional, investimesh të mjaftueshme, në kundërshtim të hapur me strategjinë kombëtare të furnizimit me ujë dhe kanalizime 2023-2030, që ka sjellë një përkesim të vazhdueshëm situatës. E kanë paralajmëruar. Ky është raporti i kontrollit lartë të shtetit që unë kam publikuar, madje thotë ndër të tjera, fondet e destinuara për përmirësimin e rrjetit kanalizimeve në Tiranë kulmojnë vitin 2015, ku pesha e tyre zinte 58% investimeve vjetore, në vitin 2022 shënohet përqindja më e ulët e investimeve për përmirësimin e sistemit kanalizimeve me vetëm 2.1%. Unë pa e ditur që do ndodhte kjo. Jo, ajo do më thënë, situata të paktën edhe në Tiranë, që deri tani ishte më qetë, është në nivelin më kritik. S'ka investime, po ta thot troç, nuk ka. Diskutojmë shumë, jo ke qeverisje pa qeverisje. Situata që po ndodh sot në Durrës dhe në qytete të tjera nuk është ke qeverisje, por është krim. Sepse ke qeverisja ndëshkohet me votë në zgjedhje, kurse krimi ndëshkohet me burg. Dhe si në Durrës, që janë vjetur 42 milion euro, si në Tiranë, që e konfirmon dhe kontrolli lartë i shtetit, është kryer krim dhe institucionet ligjzbatuese, institucionet e drejtësisë duhet të kishin vepruar në këtë situatë për t'i dhënë minimalisht shpresë atyre qytetarëve, atyre 4000 banesave dhe bizneseve në Durrës, që kanë humbur gjithçka, që janë vjet për herë të tretë nga krimet e kryera nga kjo qeveri dhe nga krim, këto dëgjoj pak çfarë ka thënë Shemsi Premçi sot, se ka shkuar më tej, madje e dëgjova me shumë interes intervistën e tij dhënë për kolegun Arnold Karishi, ku ai shprehet